Përshëndetje, ne ju informojmë se gjithë personat e interesuar që kërkojnë të frekuentojnë autoshkollën tonë kanë të gjitha kushtet për të trajnuar dhe për të dalë një shofer i sigurt në rrugë, për të respektuar veten, përdorues të rrugës dhe për të siguruar jetën. Ne në dispozicionin e klientëve tanë kemi manualin e ngjarjes së mjetit, i cili përmban të gjithë informacionin për ngjarje dhe siguri. Mund të shohim një kohë të shkurtër të përvetësosh elementet e ngjarjes. Tu kemi këndet e verbër të makinës, këndet e verbër të pasqyrave, këndet e verbër të tongjeve të makinës, e tjera informacione pra për të vëzhguar, për shpëtuar jetën. Si vlerësohen rreziqet në rrugë, për të marrë informacionin, analizuar informacionin dhe për shmangur aksidentet rrugore. Cilat janë detyrat kryesore të shoferit, për shembull pasojat në rrugë, përgatitjen e mjetit produktiv, kontrollin e mjetit, pajisjet që mbahen në mjet, zbulimin e defekteve me anë të aromës, veprimin e shoferit ku e lën frenat, freksioni e tjera. Pajisjet që komandojnë automjetin, timoni për shembull, do në të lejon një kohë të shkurtër të mësosh për ndryrimin e timonit. Freksione, kohën e dytë freksionet, si përdoren këmbët, frenimi motorik, si përdoret kutia e shpejtësisë, pedali i gazit, qelësi i sinjaleve, çfarë reagon shoferi, gjitha pajisjet që komandojnë automjetin. Pastaj kemi elementet e ngjarjes që nga hyrja në mjet, si përgatitet sedile, si ruhen pasqyrat, si vihet në punë motori, elemente e nisjes, kuptohet duke dhënë prioritet masat e sigurisë, si ndiset automjeti ku nuk punon bateria, motorina. Mësimin e aftësive lëvizje një kohë të shkurtër. Teknika e nisjes automjeteve teknike të freksion gaz frena. Teknikat e nisjes nga vendin malore, fushore, dyshes dhe veçoritë përkatëse. Nxitja e marsheve, me shpejtësi, me qiro motorike, me sken, zbritja e marsheve, gabimet që bën frenim, elementet e ndalimit, mjetit, që sigurohet mjetin malore dyshes, ngjarja e mjetit me kamje automatike, llojet e këmbës. Këtu informacionin për shkaqjet e shpërqendrimit të automjetit, të shoferit falë ngjarjen e automjetit. Rregullat e sigurisë,
Vizioni ngarjes në 3 sy të shoferit. Ngarje e mjetit në mungesë sinjalistikës. Ngarje në rrugë të ngushta. Ngarje pranë mjeteve të mëdha. Si respektohet sinjalistika rrugore, ndaluese, sinjalistika horizontale për përparësitë, teknikat e ndrimit të sensit lëvizjes, ndalimi qëndrimi pushimi, ecja indietro, dhe shërita ngarjes, respektimi sinjalistikës së rrezikut, respektimi i ligjeve të fizikës në përkthesa, sjellja gjatë ngarjes në semafor, sjellja gjatë ngarjes në rreth rrotullime, përparësitë, rregullat e ngarjes në trafik, në trafik të pagë, trafik të dendur, trafik të lehtë, informacioni për lëngët narkotike, për lodhin, gjithë aksidenteve, lagështirë, lagut, borë, natën, parakalimi, kontrolli i lartësisë të shoferit, parkimet, ngarja në baltë, rrugëplaskultura, ngarja në rrëpira, parkimet, shqipat, se ndikojnë ngarjen e mjetit, informacionet të tjera të vlefshme për bajnë e provim, emergjencët në ngarjen e mjetit, siguria ndaj pasagjerëve, shërimi i karburantit, fakti që të dihen patjetër, informacionet të domosdoshme për ngarjen stuhi, distancën e sigurisë, mbi shenjën e tambureve,
si ndikojnë ligjet e fizikës në ndarjen e mjetit. Pra ky manual përmban të gjithë informacionin e nevojshëm për një drejtues mjeti, ka provën e ngjarjes edhe mundson një kohë të shkurtër trajnimin. Ne ju ftojmë të frekuentoni autoshkollën tonë, e cila ka të gjitha kushtet për të qenë një shofer i sigurt për jetë. Faleminderit.